Në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër ka nisur kampionati i ping-pongut për shkollat nënvjeçare, një aktivitet tradicional i përvitshëm, i cili këtë vit sjell thirrësisë gjatje në kohë. Herion Faslia, përgjegjësi i sektorit të sporteve pranë kësaj qendre, flet në detaje për organizimin e këtij aktiviteti. Ndryshe nga vitet tjera, do të zgjasin pak më shumë për t'i dhënë më shumë mundësi fëmijëve që të kenë më shumë ndeshje dhe në këtë mënyrë realisht të zgjellim më të mirët. Janë rreth 100 fëmijë të regjistruar deri në këtë momente, po na vinë edhe tash në moment të fundit disa që nuk kanë mujt më regjistru. Minimalisht do të bëhen nga 4 ndeshje dhe ditën e premte do të përcaktojmë fituesat për secilin kategori, për vajzat dhe për djemtë. Veterani i ping-pongut shkodran Gjovalin Stefa, prej 36 vitesh ka qenë instruktori i këtij sporti pranë kësaj qendre. Ai sot është në rolin e arbitrit të ndeshjeve që do zhvillohen. Fëmijët shprehin entuziazëm për interesimin që po tregojnë moshat e reja ndaj këtij sporti dhe rritjen e nivelit në vit në vit. I gëzohem ecjes, domethënë i gëzohem avancimeve cilësore që kanë fëmijët, si në çdo deg, edhe në këtë deg sportive, ecja është kusht i jetës, domethënë nuk është se është thjesht merita jemi apo merita X-it, është merita epokës, kushtet në cilat jetojmë sot. Dhe kuptohet i lumtunohen nga kësaj, thona që çdo vit për shpirt ketë cilësi, çdo vit të ketë ecje, çdo vit ketë ngritje cilësore që jo vetëm të përfaqësohen si fëmijë këtu në qendër, por të përfaqësohen në rang kombëtar me të rejat, me të rritunat e me rrallë. Fillimi i këtij aktiviteti u parapri me hedhjen e shortit të rikujtimin e rregullores së lojës dhe disiplinën që duhet të zbatojnë secili pjesëmarrës gjatë ndeshjes.